Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Çka ka me hongër. Sot jemi bashkë në emision përsëri me recetën tjetër. Lolën si zakonisht e kam këtu afër. Lola do të asistoj në përgatitjen e ushqimit, por edhe do të degustoj, domethënë ato çka do të përgatis unë, Lola do t'i shijoj. Me kënaqësi. Besoj që me kënaqësi. Në këtë ditë sot kemi përzgjedhur të përgatisim një sallatë. Duke e marrë parasysh që këto ditë të nxehta vape, verë, nuk mund të hajmë edhe aq ushqime të rënda. Prandaj si përzgjedhje kemi bërë një sallatë të freskët të mirë me spinaq, me djathë gorgonzolla, me sos i cili përgatitet me balsamico dhe mjalë, me fara susami të fërguara dhe me copza të portokallit. Ne do të fillojmë punën. Ndërkohë që ju do të na shikoni se si po e përgatisim, që pastaj të keni mundësinë ta përgatisni edhe nëpër shtëpitë juaja. Atëherë, fillojmë me spanaqin. Spanaqin e kemi larë, është i bërë gati. E marrim e coptojmë. Unë zakonisht nuk e pres as spanaqin, as sallatën e gjelbërt për arsye se nuk dua që t'ja humb shijen, edhe t'ja nxjerr atë langun që duhet ta ketë vetë. Këto farat e susamit, aty bëj me vaj ulliri? Pak vaj ulliri, po. Okej. Ku e mësove këtë recetë Anit? E shpike vetë, a? Unë jë mësu me gatu prej YouTube. Ma e mira. Edhe i shpikit vetë shijet i kombinoj edhe zakonisht të shoh në gjë në restorane, të shkojnë shpejt, pastaj provoj me përgatit vetë, me bo vetë, po i shtoj edhe diçka që më shkon menja që mund t'ja përmirësoj shijen. Nuk dyshojnë shijen tane, sa herë ke gatu diçka? Kena thonë ka mo? Hej, këshire, a është tamam? Jo, dhe pak. Me shtu fara? Jo, edhe pak. Jo, po veç, a me shtu fara mo? Jo, ma shumë të shka. Se dhe salatën do t'a bëjmë pak, sa për mu e ty. Okej. Po më do këm bë. Se ta në djekën atë të mos me u djekë që në mujtë një arrujtë shijen. Dhe freskin. A mi kullua diçka? Jo, veç i qatë qëtë. Apo, qështu bashkë me vaj, a? Po, komplet. Pak në kanë gjithë. Wow. Mirë. E që djath, a kena me grimcu? Dhe me qitate. A te bëj me piron? Me një pjatë? Ja, jo, më ma shtyp ka shumë. A, veç si kocka. Okej. A një që mërë pak se me fik, pak salador. Që? Po menoj që mirë është. A me bo dhe copën tjetër? Mas bo të shumë e ranë tani. Po. Okej. Që? Kërëra, unë gatuj me dorë, më janë keq, për shemë të shtu që e spërkati pak me djatë. Gorgonzollën. Që shtu. Edhe, tash, masi e kemi fërguar pak susamin, sa me e marrë një ngjyrë, e kemi hedhë të ky sosi që e kemi bo me balsamico dhe me mjalt. Çka po duhet? Një lugë e drunit. Lugë e drunit që? Ja, qësë dhe pak një Okej. që një hupë shijen në lësit. Njërë të një marrë të shpisë.
I mësova 2 receta. Në përshem. Se kur të vesë në shpi s'mi kallëzën krejt. Qka Janë ite? sekrete pune këto. Tash I qesim të darë. Edhe, Krypën që ja, as të duhet me. krypë. Tro. E marim salatën, e përsim. Vend portokallit, mund është me qitë për shembull lole dhe rrushterun. Po mund të qenë me portokall. Edhe unë se du shumë rrushën e tjerën. Mango kena Po. mujtë me qitë. Edhe mango është ide e mirë. E me e qepë që këtu. Të qke pjata pak ma e bukur. Me bogati për servim tash. Me një ashtë ju djata poshtë. Bukuri, moj bukuri. Shumë I mirë po. O, bu e mira. Po dokët. Kjo është salata që ne e pregaditëm pra me spinaq, gorgonzola djath, me copza portokalli, me fara susami, me balsamiko dhe mjalë të përzir, edhe ka dalë kështu kaq e bukur, kështu që ne ju urojmë shijet të këndshme dhe ju bëk mirë.